Ndërkohë dhe me masakra e manastirit ku u vran një pjesë e mirë e krerëve shqiptar të kohës, prizve shqiptar në 1830 i dha një goditje të fortë përpjekjeve tona për pavarësi. Ai ishte i rritur me këtë frymë, siç e thash, kishte trashëgiminë e gjyshit që e vran osmanët, kujtimin e tij, por kishte edhe internimin që i bën babait të tij në vitet e kryengritjes së Tanzimatit 1847, kur u bë dhe kuvendi i Mesaplikut ose kuvendi që zhvilluan labëri kundër një kryengritje kundër otomanëve dhe i kushtoi dhe atij internimin të Jatit Mahmud Bey Vlorës, ndërkohë Ismailin e vogël ishte vetëm 3 vjeç në 1847, bashkë me atij jemën vëllain dhe motrën, dhe në këtë periudhë humbi dhe jetën i vllai i vogël në Selanik, sepse u vendosën aty bashkë me nënën dhe jetuan aty në vështirësi, duhet thënë, por të ndihmuar nga konsulli francez në Selanik që kishte një miqësi me Vlorët. Dhe më pas disa vitesh u rikthyen prapë në Vlorë, ku ai vazhdoi shkollimin. Dhe Jati u rikthye, pra si ishin ato uljet ngritjet e marrëdhënieve me osmanët, herë rebelizma, por osmanët pastaj kishin frikën e grekëve, grekët konsoliduan pavarësinë e tyre dhe po kërkonin të shtriheshin në territoret tona. U rikthye Mahmud Vlora dhe i sprapsi me trupat e tij në Mecove, në Janinë e kështu me radhë, nuk arritën ta merrnin në 1854 në Janinën dhe vendet e tjera që banoheshin kryesisht nga shqiptarët pra në Shqipërinë e Jugut, por kuptohet i morën më vonë pastaj. U morën më vonë nga shteti grek. Por në ana tjetër, në atë moment ato ishin pjesë e perandorisë osmane dhe osmanët lidhën aleancë pikërisht me prisit shqiptar që t'i ndihmonin në këtë sprapsje. Në ana tjetër pastaj, vetë Ismaili në karrierën e tij politike në perandorisë osmane, ai ishte një përkras i ideve liberale, kredos politike liberalizmit, pra që ishte jo shumë i përhapur në lindje, po themi. Nëse në perëndim ishte në modë në atë periudhë dhe ndërthuresh dhe kristianizmi me liberalizmin, në perandorinë otomane ata që kishin ide të tilla rrezikonin kokën, po themi, në lindje. Ndërkohë Ismail Qemali në trojet dhe në viset ku ishte guvernator shtetari perandorisë osmane, ndërthurte pikërisht këto tipare, pra dhe në vendet ku kultura ishte islamike, ai sillte dhe ndërthurte parimet e liberalizmit, pra ai ishte një shtetar vizionar dhe kudo ku ka qeverisur, qoftë në Evropën juglindore, në Rumani, në Bullgarinë e sotme, ku ai ishte guvernator kur ishte vetëm 31 vjeç, 32 vjeç, po dhe në Siri dhe në Liban më vonë, në vitet 1890, ai ka lënë kudo gjurmë pozitive, qoftë në investime në infrastrukturën rrugore, në vepra publike, në arsim, në shkollim, pra dhe në leadershipin e tij. Ishte një njerëz që mundoi që të ndikonte në paqëtimin e konflikteve, po dhe në zhvillimin e popullatës. Më fal, Evarist, në këtë kohë ka pasur një mentor, një personalitet Mithat Pasha. Ishte një mendimtar dhe një politikan i shquar otoman dhe ishte në një farë mënyrë dhe mentori i Ismail Qemalit, sepse ju përputheshin dhe idet, ishte dhe ai liberal dhe pikërisht ishte guvernator në atë periudhë kur Ismaili ishte shumë i ri, në të 20-tat e tij, ai ishte guvernator në vilajetin e Danubit, që ishte një nga vilajetet më të delikate, le të themi, sepse ndërthuresh përplasja midis slavëve dhe rrymave të tjera, pra otomanëve, po dhe rrymave të tjera që ishin në atë periudhë mbizotruese në Ballkan. Dhe kështu që patjetër që ai ishte një shtetari, një burr shteti i shquar, arriti të bësh dhe vezir, ishte një nga hartuesit e kushtetutës otomane të 1876, ku ka marrë pjesë në hartimin e saj dhe Ismail Qemali, siç e dëshmon edhe në kujtimet e tij, por dhe një nga çështjet kryesore që u përcaktuan në këtë kushtetut ishte parimi i decentralizimit. Pra, parashikoi që Shqipëria do ishte një vilajet i vetëm, jo 4 vilajete, sipas reformimit që do i bëhesh bazuar në kushtetutën dhe këtë parim, do jepeshin më shumë të drejta kulturore, politike për popujt e perandorisë, por këto ide nuk u çuan më tej sepse kushtetuta u pezullua kur erdhi në fuqi Abdulhamiti II, veziri, pra Grand Veziri Mithat Pasha u largua nga pozicioni i kryeministrit dhe u internua, u burgoz dhe u vra më vonë. Dhe është një ato ngjarjet që kanë lënë një ngjyrë jo të keqe, po themi në atë periudhë të sultanatit Abdulhamiti II, është ato ngjarjet
që e kanë njollosur, le të themi, atë periudhë, sepse ishte një vrasje politike kjo Po si lidhet Ismail Qemali me këtë vrasje, se ka një debat me sultanin? 1878 fillon lidhja e Prizrenit dhe pikërisht pa filluar mi lidhja dhe këto na vjen nga burimet turke, flitet që ai ishte një nga liderët e organizimit lidhjes shqiptare të Prizrenit. Por ndërkohë internohet në atë periudhë dhe për 7 vite, pra mbaroi dhe kur lidhja kishte mbaruar, se lidhja zgjati më pak, ai vazhdoi të ishte internuar larg Stambollit, u mbajt larg Stambollit qëllimisht nga sultani, dhe këtë u them edhe një herë tjetër, janë burimet turke që na i konfirmojnë, studimet të studiosëve turk, sepse historiografia e ka lënë pak në hije këtë, e ka lënë kështu si ngjarje dhe me lidhjen e Prizrenit për shkakun theksohen vetëm emrat e atyre që ishin prezent. Po nga ana tjetër, lidhja duhet ta dimë që filloi ishte e rakorduar me Stambollin, me Konstantinopolin, nuk filloi kështu në mënyrë genuine, themi. Pra ishte bazuar te rreziku nga lufta osmano-turke, humbjen që patën turqit dhe pretendimet territoriale. U bë korrigjimi i traktatit të Shën Stefanit me traktatin e Berlinit dhe njëkohësisht për të mbrojtur trojet shqiptare, dy fuqitë e tjera, Franca dhe Britania, dhe për të ruajtur këtë dyndjen, po themi, të panslavizmit, bën të mundur që Turqia të përfitonte një marrëveshje më të mirë dhe mos i lëshonte gjitha territoret që kishte në Europë, në Ballkan. Dhe në këtë moment shqiptarët i duheshin Turqisë për të bërë të ligën. Pastaj me të mbaruar të rrezik, Turqia e shtypi me dhunë lidhjen e Prizrenit. Por deri në atë moment kishte një farë midis elitave një farë rakordimi, por që ishte i përkohshëm. Ndërkohë Ismail Qemali shikohej si i rrezikshëm nga sultani dhe u internua, siç e thash, u mbajt larg, pastaj u rikthye prapë në Stamboll dhe e cakton guvernator, siç e thash, u bë më vonë antar i Këshillit Lart të Shtetit, por ai vazhdonte dhe këmbgulte në idetë e tija liberale. Biles, unë do t'ju tregoj një episod që është domethënës, siç e thash, lidhet dhe me leadershipin, me karakterin e tij. Kur kthehet nga internimi, sultani thret një ditë të bukur, ai shërbeu pastaj guvernator në Bolu, që është një provincë e njohur otomane e kohës, pra ka lënë gjurmë, siç e thash, dhe aty, pra në Turqinë e sotme, ishte kjo provincë, ishte guvernator aty. Dhe riktheni një ditë sultani dhe i thot, ka menduar që të ndryshoj karrierën tënde dhe të emëroj, ai kishte shërbyer në kohën e Mithat Pashës, siç e tham, kishte shërbyer si sekretari i përgjithshëm Ministrinë e Jashtme osmane dhe ishte edhe një diplomat karriere, kishte qenë për më tepër në parantezë të kryetar ose president i Komisionit Evropian të Danubit, kur ishte vetëm 27 vjeç dhe është një foto shumë e bukur që unë dhe mund t'ua dërgoj, ku ai është me gjithë diplomatët më të shquar të kohës që ishin antar të këtij komisioni, duke filluar nga Gordon Pasha, heroj britanik, i thot, unë ju kam thënë, i thot, dhe unë kam vendosur edhe në anglisht në hyrjet librit, i thot, unë ju kam thënë, i shkruan një letër Ismail Qemalit. Unë ju kam thënë, thot, ju do bëni njeri i madh, thot, por ruani nga aventurat. Pra, po flas në vitin 1870 kjo korrespondencë. Dhe ai ishte pikërisht president i Komisionit Evropian të Danubit, që është organizata e parë ku ka fillesën pastaj modelet dhe të organizatave tjera ndërkombëtare. Një organizatë shumë e rëndësishme për kohën, vazhdon dhe sot, po sot kemi organizata tjera që ka rënë në rëndësia e Komisionit Evropian të Danubit. Tani, që të vim tek idetë e tija, pra tek pasja ideve liberale dhe karakteri i tij. Ai kur e thret sultanit dhe i thot, unë kam menduar, thot, të emëroj në Iran, i thot, ambasador në Teheran. Por thot, i thot, ndihmësi sultanit, para se të bëjë emërim sultani, thot, është domosdoshme, por shambellani, si quhej, ai ndihmësi sultanit i thot, duhet, thot, që të nënshkruani këtë letër, thot, ku ju të dënoni idetë e Mithat Pashës, i thot, dhe në këtë mënyrë ju hapet rruga, thot, për të emëruar. Ismail Qemali i thot, shikoj, thot, i thoni sultanit që unë jam i nderuar që kam punuar me Mithat Pashën dhe kujtimin e tij dhe veprën e tij t'ja lëmë, thot, perëndis dhe ai përket asaj bote tani dhe historisë, thot. Nuk më takon mua që të dënoj veprën e tij, thot. Kështu që kjo çështje mbyllet këtu, thot, dhe nuk nënshkruan asnjë lloj letre, se sultani kishte një praktikë që u merrte para se të emëronte zyrtarët e lartë, u merrte në një deklaratë kështu, besnikrije, si më thënë. Dhe nuk e bën këtë gjë. Ana tjetër sultani edhe e vlerësoi, pra i bëri pagesën pastaj të pagat të pambetura që ai kishte si funksionar dhe kishte vite që nuk po ja jepnin.
Dhe nga ana tjetër i thot unë e vlerësoj shumë këtë thot dhe u jap do u caktoj dhe një pagesë thot ai, por jo i thot nuk ka nevojë thot mjafton të më jepni atë që më takon. Dhe në këtë episod, pra po dhe në episode të tjera që ndoshta mund të lexohen edhe kur të kush lexon librin, por kanë domethënie të jashtëzakonshme këto ngjarje, sepse pikërisht tua thash një tjetër lidhen me karakterin e tij. Është edhe një ngjarje tjetër që lidhet prapë me Mithat Pashën, kur internohet Mithat Pasha, arrestohet dhe Namik Kemal, është poeti kombëtar turk. Po ta lexoni, ta shikoni. Është një nga ato poetë kombëtar turk dhe ai arrestohet në këtë periudhë, pra kur u internua dhe Ismail Qemali, e thash. Por paraprakisht i shkojnë Ismail Qemali dhe i thon arrestuan atë, i thon duhet një dëshmi e juaja që ju shkon për shtatë autoriteteve, gjyqtarit e kështu për ta dënuar Namik Kemalin. Dhe Ismaili ju thot dëshmia ime thot nuk do jetë kështu si thoni ju, por do ua bëj me shkrimin thot dhe do ua dërgoj thot. Dhe i qëndroi asaj dëshmia dhe gjyqe kështu me radhë kur dëshmoi për Namik Kemal. Pra, në këto episode del në pa karakteri i tij i papërkullur, vlerat e tij dhe njerëzore dhe humane. Në qoftë se Namik Kemali që unë e përmenda e kishte që nga lindja, Kemal do me thënë turqisht maturi, urtësi, Ismail Qemali nuk e kishte mbi emrin më fal Qemal. Ismail e kishte nga gjyshi. Vlora e kishte mbi emrin. Qemal ishte një nofk që ja dhan Osmanët, siç i dhan Gjergj Kastriot Skënderbeut Iskander, pra Aleksander Bey. Edhe këtij ja dhan Kemal Bey, pra Qemal Bey i dituri, i urtë, i mençuri, pra Qemal në turqisht do me thënë njeri urt, njeri prefekt, si me thënë, për këtë e kishte këtë emër.